flet lider global, dhe ndërkohë halli i vërtet i qytetarëve është ky. Dhe në fund pastaj shkon dhe tek ajo vila Tërfeni, dhe ndje shumë i ndinjuar ambasador që pushteti i tij nuk arriti të siguronte jetën e disa shtetash të huaj, të cilët ishin te vila e ish diktatorit. Lakurik. Ose tani, sa qesharani po skena. Shiko, unë dua ta nis duke bërë një përkraje për të dy gazetarët që ne i njohim, kemi kolegë dhe mendojmë që duhet të ketë një reflektim, aq më tepër që sot media është baza që shoqëria, opinioni publik duhet të orientohet. Por nuk mendoj që janë, ju keni qenë domethënë me integritet edhe në evidentimin që në momentet para të kanabisit edhe me elementet e bashkëpunimit të kësaj regjimi me krimin e organizuar, por duhet themi i ke shkelur në përmendimin tim Ramës duke hapur me fakte të reja një çështje që është i zhytur deri këtu. Domethënë, indirekt është një çështje që as prokuroria nuk mund ta justifikojë Ramën që e ka krijuar vetë nga e para. Dhe ke parasysh për çfarë çështje. Dhe këto janë në vazhdimsi të kësaj gjëje. Së dyti duhet të them që pamjen që pam sot, jam plotësisht dakord me zotin Abilekaj që ai parlament sot është parlamenti turp. Një parlament që nuk është në funksion vetëm të oreksit ose të dëshirës së Ramës, duke mos marrë pjesë edhe atje ku është detyra më elementare detyruese që një kryeministër duhet të paraqesi, sikur edhe formalisht. Po prezantohet qeveria. Por kjo tregon që ai ka provuar që për 3 minuta kalon gjithë ligjet kryesore, për 2 minuta ai kalon gjithë ligjet klienteliste edhe nominale. Të gjitha. Prandaj këtu ne po tregojmë që po i vjen fundi të gjithë kësaj, edhe kësaj fasadës, për arsye sepse nuk është një republik prokurorësh, po është më shumë se sa një mbretëri e centralizuar. Nga ato në kohën e mbretërive të padiskutueshme, përpara se rendi feudalist. Domethënë një njeri i cili merr përsipër çdo gjë. Dhe prandaj është e pamundur që ne të dalim nga ky batak që është uluritës në një qeveri që vetëm vjet popullin e tij dhe që nuk po shikojmë asnjë shpresë tjetër përveç se populli që po merr në dorë fatet e tij. Tani dua të them vetëm një element që mendoj pse është e nevojshme që të ngrihet opinioni publik dhe të ngrihet të tërë për ta rrëzuar këtë qeveri. Dhe këtu them që në këto moment ne duhet jemi në përkraje edhe të atyre iniciativave të vonuara të SPAK-ut, dhe unë kam qenë nga ata që e kam thënë edhe në këtë studio të nderuar, edhe përpara nuk mund të ketë në një shtet të kapur institucionet pavarura. Por tani duket perëndimi e ka parë se çfarë sharlatani është kryeministri jon, kërkon në një farë mënyre që ta heqi, duke u zvaritur dhe është një klientelist dhe kanë gjetur një mënyrë me cilën neve duhet bashkohemi dhe të shikojmë në mënyrë pragmatike që edhe vetë prokuroria të marrë rolin e saj kushtetues dhe të jetë ndaruar. Pra, këtu jemi në një krizë të madhe të gjithë shtetit, ndoshta ti nuk e beson këtë gjë, të duket sikur është prokurorin. Po tjetë për prokurorin tani. Jo, ti nuk besove asë pafajësinë mendojnë që edhe Rama dhe Balluku janë të pafajshëm, këto pare nuk vidhen se nuk ka fakte. Faktet janë sheshit. Në Shqipëri faktet mund t'i gjesh. Po jo, nuk i beson se të duhet mos i besosh. Po ti besoj SPAK-u të besoj dhe që tani është i fajshëm. Prandaj nuk i besoj. Unë kam profesioni im është të mos besoj gjëra.
Pse jam gazetar? Po ti je besues. Po këto janë disa raste që ti mund të investigosh. Po një dhe një bën dy. Profesioni i gazetarit nuk është mos besosh gjëra. Jo, mos besoj dhe ti vërtetoj. Ti investigosh gjëra. Po pra, po mbas. Fillimisht mos ta besoj. Fillimisht. Pastaj se po besova s'kam çfarë. Dyshimi, jo mos besoj. Ama profesioni i gazetarit nuk është kur dalin të gjitha se mësoj se si shpërndan Po pra. balluku tendet me palloshin, jepja këtij, jepja atij. Është gjë strategji. Gjë strategjisht ajo. Edhe kur ai jep kurves medeve sipas se mësoj vetë palloshin. Nuk e di. Gazetari bën revolucion. As palloshin. Ose s'do më pas. Nuk e kam parë. Do të sinqer. Ose s'do të shikosh. E kemi vënë bas, mos ma ke treguar. Do të shikosh. Palloshin, po kur e ke Ti pa. as nuk Palloshin thash. Palloshin ka vënë bas me çimin. Se një bas e fitoi, po. Ka reaguar vet. Po Palloshin s'ma ka treguar. Ka të 300 apartamenteve fitova unë, deri tani jemi jek. Jo, s'ke fituar. Ai ka bërshkrim ai. se janë 460, ke drejt. Ose janë 660. Se janë 460. Po inshallah Nuk e më po të fal. gjej. Shkojmë në publicitet se Andri Bara s'ka për të binuj.